E ka sjell edhe unë mbaj mend për shkak gjatë kohës së luftës ka qenë një solidaritet i papar me diasporën. Ata ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për luftën e Kosovës. Ka dhënë një kontribut shumë të madh. Dhe këtë ka sjell dhe fatkeqësisht është bërë tani së fundmi. Në përgjithësi diaspora duhet të sjellë ndryshimin. Ta zëmë se solli ndryshimin. Po jo të vazhdoj të këmbguli që të vazhdoj e njëjta forcë politike. Domethënë ajo e prish orientimin politik e prish në Kosovë. Në përgjithësi diaspora, ne mendoj, atëherë kemi të drejtë bëjmë një analizë që mos ka mbetur pak mbrapa diaspora jon, që është jashtë, pak mentalitet, sepse diaspora duhet sjellë ndryshimin. Ne shikojmë në Shqipëri diaspora po vjen e organizuar për të sjellë ndryshimin në Shqipëri, sepse ndryshe nuk mund të ndryshojë sistemi që ka qenë në Shqipëri. Dhe partitë politike duhet të heshtin ose duhet të rreshtin të fusin këtë përçarje shumë të madhe që kanë sjell. Sepse fundit ato familje kanë këta fëmijë. Këta fëmijë do shkëputen pa nga vendi vet, nga Kosova, nëse ekziston kjo ndasi. Ai ndihet pak si i anashkaluar kur vjen këtu në Kosovë. Se shikoni thonë me ato pejorativët, jo shaci, jo ky nuk merr vesh, jo ky nuk e di të flasi mirë shqipen, edhe ata fëmijë që është brezi i dytë ose brezi i tretë i tyre, ata do hezitojnë që të kthehen edhe në Kosovë. Kështu që futet nuk vin fare. Kështu që ekziston një rrezik më i madh se sa vota momentale që mund të jepet. Rreziku është më i madh i shpopullimit të Kosovës dhe mos kthimit të atyre të fëmijëve dhe mos të deklarimit të tyre si shtetas shqiptar të Kosovës. Taulant? Po të lutem gojar të më fal, nuk ka shumë falje. Nuk isha pak më pajtu